Kosova humbi edhe një tjetër rast historik për antarësimin në Këshillin e Evropës. Po thellohet izolimi ndërkombëtar dhe po ndalet procesi i integrimit si kusht i parë dhe themelor që ju kërkoni ta dini është që t'jeni shtet i besueshëm dhe shtet kredibil. Rruga europiane e Kosovës jo vetëm që ka stagnuar, por ka pësuar regres. Vetëm 2 ditë më parë, secili nga ne këtu me shqetësim të madh se Kosova humbi edhe një tjetër rast historik për antarësimin në Këshillin e Evropës. Një mundësi për më shumë se një dekadë që është punuar nga qeveritë e mëhershme me një përkushtim të madh, sepse e dim që antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është hapi kryesor drejt integrimit evropian, forcon pozitën ndërkombëtare të shtetit tonë dhe ofron garanci për të drejtat e qytetarëve tonë. Kosova dhe qytetarët e saj sot po humbin qindra miliona euro ndihmë e mbështetje nga Bashkimi Evropian, po thellohet izolimi ndërkombëtar dhe po ndalet procesi i integrimit dhe i njohjeve të reja për shtetin e Kosovës, dhe çka është më dëmshme është se është shkatruar imazhi i Kosovës si faktor sigurie dhe stabiliteti në rajon. Elat fojnë qeverisë në detyrë për mosantarësimin në Këshillin Evropian, po na e dim që ka pas rekomandim që nga juristët eminent, që nga raportuesja për Kosovën, që janë plotësuar të gjitha kushtet dhe kriteret për me u antarësu, megjithatë kjo s'ka ndodhur. Po të e po që po thoni që fajtore është qeverisja 5 vjeçare, apo në më na shpjegu çka ish desht me u bë ndryshe deri tash, ose çka duhet me u bë prej tash tutje që me ndryshu situata, cilat janë ato që ju ishini të udhës me ndodh. Tani keni parasysh faktin që unë kam qenë pjesë që ka përfaqësuar delegacionin e Kuvendit të Kosovës në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, ku kemi marrë pjesë në gjitha takimet dhe kemi qenë jashtëzakonisht bashkëpunues në këtë drejtim, sepse e dim rëndësinë e këtij institucioni. Kanë qenë disa kushte të cilat i janë vënë Kosovës që të plotësohen para dërgimit të agjendës finale të Komitetit të Ministrave dhe pas aprovimit që është bërë nga Asambleja Këshillit të Evropës, pra Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Pavarësisht faktit që raporti i cili është dorë nga kjo asamble nuk është raport që ligjërisht është i obligueshëm për Komitetin e Ministrave, mirë po premtimet të cilat i janë dhënë shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, ato duhet patjetër që të realizohen në mënyrë që Kosova të jetë anëtare e plotë në Këshillin e Evropës. Tani, si kusht i parë dhe themelor që ju kërkoni ta dini është që t'jeni shtet i besueshëm dhe shtet kredibil për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. E mbi të gjitha, në asnjë mundësi Kosova nuk ka që t'jetë shtet anëtar i Këshillit të Evropës, përderisa është shtet në masat të Bashkimit Evropian. Mendoj që mbetet pak borxh, nuk më tregu çka saktësisht nuk është bot që do të me u bë për me u fitu që ky kusht i parë që e përmendet besimi në Kosovën. Çka sakt duhet me bë nga ta shëtutje shteti i Kosovës për me mund me plotësu çet kriter sipas jush, duke e po që po thoni që qeveria aktuale e ka humbur këtë besim. Tani nuk është vetëm një kriter që është kërku, janë disa kriteri që janë kërku. Mirë po kriteri kryesor është që t'jeni partner i besueshëm si shtet për shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, sepse lypet një lobim dhe lypet votë nga gjitha shtetet që janë anëtare në Këshill të Evropës dhe shumicën prej tyre janë shtetet të cilat ne kemi marrëdhënie diplomatike me to, janë shtetet të cilat e kanë njoft Republikën e Kosovës, kanë qenë gjithmonë lëbuese për ne, përderisa sot janë lëbuese që Kosova të mos jetë në agjendë që statusi i Kosovës brenda Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të mos avancoj, por janë këto shtete të njëjta dhe ne duhet që të kemi pikë pare marrëdhënie të shëndosha me aleatët tonë, të cilët i kemi pas edhe më herët, dhe pastaj të plotësojmë edhe kushtet e tjera, të cilat janë vënë, mirë po jo me domos, këto kushte do të jenë të njëjta kur ne kemi një qeveri të re.